Përshëndetje, nga Elena Demullari, Elena Astrologji Tarot. Faleminderit që më ndiqni në kanalin tim, në YouTube-in tim Elena Astrologji Tarot, në faqen e Instagramit Elena Astrologji Tarot, në faqen e Facebookut Elena Astrologji Tarot dhe në faqen e TikTokut Elena Astrologji Tarot. Do bëjmë parashikimin për shenjën e peshqve për muajin janar 2026, si do jetë shenja, si do jetë energjia e shenjës së peshqve, si do jetë situata, si në punë, si në dashuri, si në financë, si në shëndet, si në karrierë, si do jetë viti 2026 për shenjën e peshqve. Peshqit do jenë më të favorizuarit për vitin 2026, do jenë më të favorizuarit në vitin 2026, do kenë nisma të reja, fillime të reja, do jetë një fundi ciklit të vjetër dhe do filloj një cikl i ri, një nisma të reja si në çdo aspekt të jetës së tyre, si në punë, si në dashuri, si në patë, si në karrierën e tyre. Peshqit për muajin janar vitin 2026 do fillojnë me nisma të reja, perspektiva të reja, do ecin përpara, do marrin një diplomë, një master, një doktoratur në punën e tyre, në profesionin e tyre, do korrin sukses, duhet të ecin përpara, mos e bëjnë gjërat me së mbyllur se nuk do ta kuptojnë se çfarë po ndodh mbrapa vetes së tyre, nuk do jenë të sigurt, nuk do jenë stabil në mendimet e tyre, mund të jetë dhe pak në lidhje me dashurinë, mund të jetë pak errësirë në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, gënjeshtra, mashtrime, ëndra të kota, iluzione të kota, duhet të heqin dorë nga ëndrat e kota, iluzione të kota dhe duhet të kenë kujdes deri diku. Udhëtimi, tregëtia e biznesit duhet të ecin përpara, nëse një peshk ka biznese, duhet të ecin përpara dhe mos e kthejmë në kokën mbrapa çfarë i ka ndodhur në të kaluarën e tyre. Në lidhje në dashuri, peshqit, pavarësisht se kanë pasur pavarësisht që në vitin 2025 kanë pasur lidhje dashurie, ndau bashko një lidhje si të lidhur me magji, divorce, ndarje, zemërthyr, në vitin 2026 do ketë ribashkime dhe ripajtime, mund të ketë fejesa, martesa, planimetri, mund të ketë një pajtime, do jenë të vendosur në vendimet e tyre, do jenë shumë të vendosur në vendimet e tyre, do vendosin diçka e re, do të çeli diçka e re me një vendimmarrje, do marrin shumë mendime për jetën e tyre, shenjën e peshqve, mund të kenë planifikuar për një biznes o diçka tjetër, por do jenë një energji pozitive, nëse kanë planifikuar për një shtatzani, ose mund të dëgjojnë në gjatë vitit 2026, shenja e peshqve do të dëgjojë për një shtatzani, do shikojnë drejt horizontit të largët me një vendimmarrje, do marrin shumë mendime, do ecin përpara, do ketë një ngritje ekonomike financiare, nëse një peshk ka biznesin e tyre, do ketë një ngritje ekonomike financiare, do ketë një rrugë të gjatë për të arritur atje kudo. Ribashkime, shoh shumë ribashkime në shenjë e peshqve për vitin 2026, të bëjnë gati se do marrin lajme, do jenë shumë të drejtë, do jenë shumë të sinqertë, do marrin lajme, mund të jetë lajme si në dokumenta, si në anën e shtetit, si në anën e profesionit të tyre, do të arrin të fituar në gjitha drejtimet nëse janë në pritje të disa dokumentave ose seanca gjyqësoreve ose dokumentave, do dalin të fituar, do dalin e drejta tyre, do dalin të fituar në gjitha drejtimet. Do jenë një familje kompletuar, do jenë një familje plotësuar, familje e kompletuar, dëshira e tyre do i bëhet realitet nëse kanë menduar për një blerje shtëpie ose diçka tjetër. Venusin do e kenë gjithmonë në anën e tyre, do jenë shumë të plotësuar, të kënaqur si në punë, si në dashuri, si në fatin e tyre. Mund të kenë pak stres, mund të jenë pak bllokime mentale ose strese, mund të japi dhe stres dhe pak mërzitje, por do zgjidhet gjërat me kreativitet, nuk ka asnjë gjë për të shqetësuar për shenjën e peshqve, dhe shikoj që shenja e peshqve për vitin 2026 do ketë një ngritje ekonomike financiare, në dashuri do jetë mirë, nuk shikoj që të ketë dhe një problematik, do ketë një energji
pozitive do eci përpara se do ketë Venusin gjatë vitit 2026 do ketë Venusin në anën e tyre dhe çdo të dëshirë që ka shenjë peshqve do t'i bëhet realitet. Realitet, në dashuri do jenë mirë, do kenë takime, rikëthime i dashur ose dashre, një rikëthim partneriteti, një pajtim, një ortak do dalin të fituar në vitin 2026 do marrin diploma, masterin, do esin përpara, do dalin të fituar gjitha veptimet, do përballen me persona që mund të jenë xheloz, do kenë një rrugë të gjatë për të arritur atje ku duan, do kenë një ngritje ekonomike financiare dhe do jenë shumë me fat për vitin 2026 shenjë peshqve.